Mungesa e energjisë në QSOT, shefi i reanimacionit, asnjë pacient i intubuar su rrezikua. Shefi i reanimacionit në QSOT, krenar Lilaj, ka reaguar pas ngjarjes së paprecedent që ndodhi në qendrën spitalore Nën Tereza, ku fik energjia elektrike për rreth 40 minuta. Në një prononcim për mediat, Lilaj tha se asnjë pacient intubuar nuk ju rrezikua jeta pasi stafi mjekësor ndërhyri në kohë duke i transferuar në pavion tjetër. Ai tha se vdekja e të dënuarit Mihal Mërkuri nuk ndodhi për shkak të ngjarjes në fjalë, por pasi ishte rënd. Detyra ime si mjek është të mbroj jetën e të smurëve dhe stafit që unë drejtoj. Në çdo situatë ne jemi në mbrojtje të pacientëve. Kjo pyetje më përket mua, fikja e dritave. Sa i përket vdekjes së një të dënuarit, gjendja e tij ishte e rënd. Gjendja e tij ishte e rënd, jo vetëm natën e mbrëmshme, por e rënd që në ardhje, ditën që ushtrua, do t'i nështrojë një interventi kirurgjikal. Të dhënat të gjitha janë të argumentuara në kartelën e të sëmurit. Ai vuante nga ceroza, u trajtua kirurgjikalisht. Saktësisht, i sëmuri u nda nga jeta në orën 04:33 minuta, ndërkohë që furnizimi me energji u krye në orën 21:42 minuta. Pajisjet backup konsumohen në kushtet kur ke nën të sëmur që i ke në trajtim me ventilim mekanik, edhe shkëputja energjitike ndodh në një moment të caktuar. Vendimi që morën për transferimin e tyre ishte për të shmangur rënien e njëkohshme të funksionit të këtyre pajisjeve që do të shkaktonte probleme në transportin e pacientëve në mënyrë të njëkohshme. Nuk mund ta them se sa është koha që këto pajisje funksionojnë, por mbajnë për 4-5 orë. Një ngjarje e ngjashme ndodhi edhe para 1 apo 2 vitesh, e cila u kalua me sukses nga ana jon. Ashtu si edhe mbrëmjen e kaluar, ku fakti që ne nuk patëm asnjë humbje jete në një situatë të tillë na bën të meritojmë diçka më shumë nga ju gazetarët në radhë të parë, pasi kjo tregon se shërbimi ynë është i gatshëm në situata të tilla. Ne kemi masa sigurie për të mbajtur në jetë të sëmurët dhe nëse ndodh që ikin dritat gjatë operacionit, tha ai.